Thesaret, mirësitë dhe begatit e Allahut për ata që janë të vazhdueshëm janë të mëdha. Të gjithë e keni dëgjuar hadithin e pejgamberit alayhis salam kur dikush shkoi e pyeti dhe i tha: "O i dërguar i Allahut, më thuaj një fjalë në Islam që të mos kem nevojë më të pyes askën tjetër pas teje." Dhe çfarë i tha pejgamberi alayhis salam? "Kul amantu billahi thumma istaqim." Thuaj, i besova Allahut dhe më pas i qëndrueshëm në këtë rrugë. Vazhdo të jesh i qëndrueshëm, vazhdo të jesh i përkushtuar, si e vetmja shenjë që tregon që ne vërtet kemi dalë fituar nga Ramazani. I fituar nga Ramazani ka dalë ai i cili i ka bërë dobi vepra që ai bëri në Ramazan. I ka bërë dobi agjërimi që ai bëri në Ramazan. I fituar ka dalë ai i cili ditë i ruaj mirësitë e Ramazanit dhe thesaret që grumbullojnë në Ramazan, sepse thuaj se i gjithë viti ynë rrotullohet rreth këtij muaji të begat. Pra me anë të këtij muaji ne përmirësojmë gjithë pjesën e mbetur të vitit ku ne jemi të vazhdueshëm. Dhe ai që shijoi ëmbëlsinë e besimit dhe adhurimit në Ramazan, padyshim se do ta vazhdojë atë edhe pas Ramazanit.